Do më nam lejohet. Qëndrim shkurt edhe pyetje. Okej. U përmend LDK-ja. LDK-ja nga lëvizja vetë vendosja është akuzuar për fushatën më të shtrejtë në Kosovë, për që po e financojnë oligarkët, që janë peq Serbia, Gjakovica Serbia, dërso si pas KQZ-s, për 3 muaj burin e parë lëvizja vetë vendosja ka harxhuar 1.734.000 euro. LDK e PDK-ja 360.000, ndërsa LDK-ja veç 155.000 euro. Kjo është të mëshme. Alonca gjatë 7.000. Tash ju lutem. Shiko, me i harxhu 1.700.000 fushatë, me i thonë tjetër ti po bën fushatë shtrejt. Është politikisht jo korrekte, është kogjo zahmet me e spjegu të populli. Unë veç kisha pas, shef... Ka i mujtë ju, cili oligark për ju pagu? Jo, na i kemi spare... Sa keni oligark edhe ju? Jo, spare... Jo, be spare... A më pas fish e ki... A më ti pas fish pa në që në dëkaj? U sa arroni këto? Ata të tjera... Jo, pa, qak fish? Morën në grup parlamentar. E di po që vinë për aty. 5-6 fish e ki ma të në shkuotët. Ka një dalim me shpenzu dhe me deklaru. Tu është holli. Ndeshe, unë Vesh për billboarda pa full për reklama televizive. Këshyre një. Kujna ja ke po fytyrën në krejt Kosovën ka e shku. A disa bo një billboard? Zotni do... Një komunqa do bole... Që di unë se i dini shkollin prokurori. Jo, vesh kujna ja ke po... Unë nuk e di. Fotografi e kujtë ke po. Unë Shqipa zyrtohet këtë zesi theksova në ta din qytetari i Kosovës. Edhe pyetja jame është pse bondi drejtorëve e ka shkarku sot shefin e kustit. Ato nuk e di. Po, arbes ato... A që u thëmë unë? Ja, nuk e di. Shqitja e energjisë. Ti e din? Një kompanije që s'ka adres edhe i ka veç të punësu. Ata marrë fjallën, vetëvendosja, a na pyetje, po, vetëvendosja publikisht pra, do më thonë, ka kërku që edhe e ka bo një farë denoncim kuptimin publik e politik për hargjimet e subjektëve politike me çantijë dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shiko, nëse e shë aty vendosjen cilën e ka deklaru 1 milion e diçka sa ishte. 1.700.000, ja? 1.700.000 e pusuar. Veç duhet edhe me tregu sa i morëm nga KQZ. Na morrim ndoshta një fishë ma shumë do para shkoku i grupit parlamentar. Që partia më e madhe. Takojnë dikon